Bibla përcakton krijimin në emër të Jashuas për secilin prej nesh. Ky është krijimi i tij siç e ka vendosur në Bibël, që një drejtues duhet ta marrë, ti dhe unë duhet ta kemi njohurinë e vërtetë, se sot që thash, përse qielli është blu? Mund ta pyes vajzën time, 9 vjetësh, ti them përse qielli është blu? Dhe mos andaj pyeta pak më parë. Çfarë është tash mëkati? Përse ti dëshiron të pagëzohesh? Dhe i shpjegova gjërat që unë u mahnita. Mëkati është shkelja urdhrimeve të Zotit Jahve, tha. Çfarë ndodhi në kryq? Ai vdiq për mëkatet tona që unë të mos shkoj në liçen e zjarrit. Përse? Do të mbash urdhrimet? Shkeli urdhrimet? Jo, sepse masaj Mesia Krishti do më gjykojë. Unë do t'i mësoj, ti do më mësosh, babi tha. Fëmija, të jemi si fëmijët. Të ndryshojmë, Mateu 18. Në veç se nuk mund të ndryshoni, të bëni si fëmijët. Joeli 2 po përhap frymën. Dhe nuk mund të ndalosh se ka 2 vjet që po më kërkon. Babi, dua të pagëzohem. Lavdëron atin. Di urdhërimet në atë mënyrën e saj. Di të haj pastër. E di çfarë sabati sot. E di festat që po i praktikon dhe shikon gjurmët tona, fëmijët tanë, vllamotë shqiptar kudo që je. Po jo të shikoj palishmërinë e shkeljes së ligjit. Akoma do të marrim krijimin, ja ku është krijimi i tij. Poshtë ke Sheolin. Poshtë ke ata që do ringjallen dhe ke ferin, masandaj akoma më poshtë është Tartari. E dyta e Pjetër 1, ku mbahen në zinxhir disa entitete për gjykimin që do vijë. Dhe është toka. Dhe lart ti shikon ujin. Ujin që u hapën kataraktet. 7 prej tyre thot profeti që u hapën ujrat poshtë burimet, se ka themeluar mbi ujrat. Dhe masandaj u hap dhe ujit, janë 7 portat. Dhe këtu ke kupën qellore që mban ujrat lart. Dhe hena dhe dielli janë të njëjtat përmasa që vinë vërdall tokës. Këtu ke qytetin e ri, Jeruzalemi i ri, ta shikojmë më vonë. Dhe janë masandaj ke yjet. Do të shikojmë çfarë janë yjet. Engjëjt e tjerë me range deri në froni i Atit Jahve, me birin e tij në të djathtë, me 4 krijesat dhe me 24 pleqtë. Në qiellin e 7, qiellin e qejve. Ne i kemi në shkrimin, por duhet të pajisemi me të vërtetën, sepse ti shikon që ai uji që shikon në liçenin, e shikon atë ujin e rezervuar në det, në qetësinë e tij, nuk rrumbllakoset. Si përfaqja e ujit është e sheshtë në qetësinë e tij. Si qenë ka ky formë e kujt, e evolucionit, e darmit. E nazës që vetë emri do thotë shkatërim. Shkatëruesi. Kush është shkatëruesi? Ai që vjen për të vrarë, për të prerë, për të shkatëruar. Kush është që ka influencuar entitete të tilla, shoqëri të tilla sot e kësaj dite, që janë akoma të fuqizuara për planin e tyre, që po mlidhen në Psalmi 2. Por ai që ulet në fronin e tij do qesh. Mere krijimin e vërtetë, vllamotë shqiptar. Mos u gënje me mënyrat demonike, të lutem, në emër të Jashuas. Se këto gjëra kemi studuar për 5 vjetët e fundit. Dhe logjika jonë dëshmon që një sipërfaqe ujit nuk arkohet. Por është e sheshtë, vëm nivelin, sa vete është në nivel. Sepse ujit i dëshmon që është në nivel. Dhe ujit vazhdon, është në të tërë dheun. Oqeanet bashkohen. Në fillim, Elohim, Zoti krijoi qejtë dhe tokën. Qejtë, çumës. Dhe toka u bë. Kjo është një çështje më vete u bë. Si u bë pa formë? Do ta studiojmë çik më thellë. U bë pa formë dhe erzbrazët dhe errësira ishte mbi sipërfaqen e umnerës. Se kur ati krijovi, bëri diçka, po më vonë u bë pa formë. U bë. Okej. Bibla riheshtu për momentin, do t'i studiojmë çik më thellë. Kemi disa koncepte, por dhe fryma e Zotit Elohim, e Atit Elohim, lëviste, fluturonte është fjala realisht.
Fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Ky është fillimi. Gjoni një, dëbar, fjala, logos, shqiptimi, e thena, e folura. Qarë foli ati në ekzistencë? Ligjin e tia, le të bëhet dritë, sepse ligji tia është dritë. Fjalë 6:23. Dhe u vënë funksion për mirë funksionimin e krijimit të tia. Dhe ti merr të vërtetën, ti merr krijimin, kozmologjinë biblike, dhe i thua fëmijëve që hena dhe dielli, ti e di, tu ta dish që vinë vërdall tokës, kanë të njëjtat për masa. Dhe fokusi i të ratit kush është? Është toka. Kurse Darwin të thotë fokusi qendra është dielli. E kundërta, Darwin me çfarë fuqizoheshe? Çfarë entitete? Kolosianë 2. E thon aprëzi. Nëse e thotë Timoteos. Fryma atit Yahweh. Nga fjala ruhak. Ruhak do thotë që ka të njëjta shqiptime nga fjala hebraike. Do thotë erë, frymarrje dhe frymë. Shumë herë nuk janë të tre konceptet në të njëjtën varg, por i gjen të treja konceptet. Erë, sepse fry një erë. Kur? Në festën e tia, të përjetshme në Pentakostin, vepra 2. Fryvi kjo erë, dhe ata u mbushën, morën frymën në frymarrjen e tyre, brenda tyre, brenda në zemrat e tyre. Ruhak që ke nga hebraistja. Ruhak çfarë do të thotë? Erë, frymarrje, frymë, që thashë e njëjta fjalë, e njëjta fjalë. Dhe kanë kontekst shumë të thellë. Dhe befas nga qelli, erdhi një ushtim, dhe si një erë, që fryn furishëm dhe mbushi gjithë shtëpinë ku ata rinin. Unë lutem që ti të mbushesh me frymën e tia në emër të Jashuas. Sepse ajo frymë jep jetë. Jep jetë. Dhe ata morën jetë, morën fuqi, morën udhëtësinë. Dhe nuk vazhduan të shkenin ligjin e tia, sepse ishte në festën e tia që ata po praktikonin. Era, fryu, dhe u mbushën. Fryma zbriti. Dhe kur vjen fryma, pastaj janë disa gjëra që ndodhin. Lutemi në atë ditë, në 7 të muajit që po vjen, në Tiranë, të na mbushi, të visi ajo era furishëm. Era që lëviz rreth botës. Forca që quhet masandaj ambientale, forca atit, forca e frymës së shenjtë, krijovi krijimin. Frymarrjen që lëviz në një trup që përben rrjedhshmërinë, mbushjen interiore. Lavdi emri të tia. O të shikojmë pak, le të shikojmë çfarë ndodhi. Çfarë ndodhi për sa i përket frymës. Ezekieli. Dora Yahweh, Ezekieli 37, po. Dora Yahweh u ndodh mi mua dhe më çoi jashtë në frymën e Yahwehs dhe më lëshoi në një mes të një lugine ku ishte plot me kocka. Pastaj më bëri të kaloj afër tyre rreth e qark dhe ja ishin në një sasi të madhe mbi sipërfaqen e luginës dhe ja ishin shumë të thata. Dhe tha, bir njeriu, a mund të rijetojnë këto kocka? Unë u përgjigja, o Yahweh Zot, ti e di. Dhe më tha, profetizo këtyre kockave dhe thuaj atyre, kocka të thata, dëgjoni fjalën e Yahweh. Kështu ju thotë Yahweh, Zoti këtyre kockave. Ja unë do të fus te ju frymën dhe ju do të rijetoni. Do të vëm mbi ju mishin dhe do t'ju mbuloj me lëkurë dhe do të shtihet tek ju frymën dhe do të jetoni. Atere do të pranoni që unë jam Yahweh. Dhe unë lutem atin në emër të Jashuas që fryma të zbresi tani në jetën tënde. Për disa që duan të marrin frymën e shenjtë nga ndalimi i shkeljes së ligjit dhe besim tek Mesia Jashua, që ati të fryjë në jetën tënde që ti të jetosh, të rilindësh dhe njëre nëpërmjet frymës së tia në emër të Jashuas. Dhe këtu po flet ringjalljen.
që sot nuk kuptohet Ezekieli 36 deri në fund, që ka të bëjë me ringjalljen, ka të bëjë me 1000 vjeçarin. To kocka janë të vdekurat, janë njerëzit e vdekur. Kjo fryma masandaj çfarë do bëjë? Fryma do japi atyre. Ati do vendosi frymën, ta thot kapitulli pak më përpara. Në atë ditë thot unë do të shtje frymën time mbi ju, që do t'u bëj të zbatoni urdhrime, dekrete, statutet e mia për jetë. Do futi frymën brenda nesh për të rijetuar për jetë. Të thotë unë do shtje frymën dhe do të jetoni në klapa për jetë. Dhe atëri do të pranoni që unë jam Yahweh. Atëri do të pranoni që unë jam Zoti Yahweh. Në autoritetin që unë e bera dhe do më shikojnë, tha disa persona, si stos të Ezra do vrapojnë. Disa të shikojnë fytyrin ati që i shërbyen me mundime dhe mbajtën ligjin e tia. Profetizova ashtu si më ishte urdhëruar. Ndërsa profetizoja, çfarë ndodhi? Erdhi një zhurmë. Erdhi një zhurmë? Erdhi një zhurmë. Ishte një zhurmë, një ushtim që erdhi. Erdhi një zhurmë dhe ja një tronditje. Pastaj kockat ju afruan njëra tjetrës. Ndërsa po shikoja ja ku arritën mbi ta dejet dhe mishi dhe lëkura e mbuloi dhe fryma nuk ishte, por fryma nuk ishte brenda tek ato. Dhe atëherë më tha, profetizoj frymës. Profetizoj bir njeriu dhe thuaj frymës. Kështu thotë Yahweh Zoti. Frymë eja nga të katra errat dhe frymi këta të vrarë që të jetojnë. Kështu profetizova. Si më kishte urdhëruar dhe fryma hyri në to dhe u kthye në jetë dhe u ngritë në këmbë. Ishte një ushtri e madhe, shumë e madhe, që u rilindën. Që u ringjallën, që u ringjallën, normal që fryma rilind. Kur gjende një person vdes. Po flet për ringjalljen, e për ata që do ringjallen të parë, thotë apostulli. Apostulli Shaul. Dhe këtu nuk është shpirti që ka përkthime sot. Është fryma që hyri në to. Shpirti është mendja, vullneti, emocionet. Ruha, fryma, krijon. Me anë të frymës japin profecinë, parashikime. Dhe me anë të frymës janë folur gjykime që do vinë në këtë botë për ata që nuk pendohen nga shkelit e ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua. Kështu thot Yahweh, çliruesi yt, që të ka formuar që në barkun e nënës. Unë jam Yahweh që ka mber të tëra gjërat. Unë thot Yahweh, që i vetëm i kam shpalosur qejtë dhe kam shtrirë tokën. Kush ishte me mua? Sepse pretendojmë masandaj për citime të Kolosianëve, të Gjonit, që nuk kanë një logjikë. Fjala, ligji, urdhërimet u shfaq dhe mori trup njeriu në integriteti, në sjelljen, që ne e pamë lavdinë e Zotit Yahweh në birit tia. Por e dimë që ai vetë Yahweh ka krijuar të gjitha gjërat. I vetëm kush ishte me mua, pranë mua. Fjala dëbar. Në fillim Zoti krijoi, Yahweh krijoi. Qejtu ben me anë të fjalës së Yahweh, me anë të fjalës, shqiptimi dëbar. Se kur ati flet, është bashkangjitur me frymën e shenjtë, që vete dhe ben punën dhe fjala që dërgohet për të përmbushur atë që ati dërgoi për ta bërë. Qejtu ben me anë të fjalës së Yahweh dhe të ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij, sepse kur ati flet dhe kur ti dhe unë po flasim, ne nxjerrim dhe frymën dhe shqiptimin. Por jemi njerëz, kemi nevojë për Zotin krijues dhe birin e tij dhe ligjin e përsosur që duhet të rrojmë, sepse është fjala e jetës. Nuk është një fjalë do si do, është fjala e jetës, është jeta juaj, tha vetë Moshe. Zoti ka krijuar me anë të fjalës dhe frymës së tij. Për të këto gjëra le të lavdërojnë emrin e Yahweh, sepse ai dha urdhër dhe ato u krijuan. Dha urdhër, foli dhe u krijuan me anë të frymës së shenjtë.
Që del prej tia. Që del prej tia. Zoti krijoi universin. Fjala e Zotit krijoi universin. Dhe Zoti krijoi universin nëpërmjet urtësisë dhe fuqisë dhe frymës së shenjtë, që fryma e shenjtë është fuqia, urtësia e tij. Prandaj kemi në fillim Zoti krijoi qiellin dhe tokën. Toka ishte pazjar, patrajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e umnerës. Dhe fryma e Zotit fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Pastaj Zoti Jahve tha, foli, u bef të drita dhe drita u bef. E është një koncept kaq e fuqishëm ajo puna e dritës, që ti dhe unë të kemi dritë në urdhrimet e atij ligji që janë dritë dhe janë jetë. Sepse ai që ka jetën dhe dritën, që është drita e botës, na la shembull që të mos shkelim ligjin e tij. Zanafilla 1:7. Atëre Jahve formoi njeriun nga pluri tokës dhe i çfarë i fryu në vrimat e undës një frymë jete që kemi të gjithë ne, të gjithë bota e ka. Dhe njeriu u bë një shpirt i gjallë, që është fjala nefes. Shpirt do thotë vetvete, jetë, krijesë, një person që ka urrejs, ka mendjen, ka qenien e gjallë, dëshirat, emocionet, pasionet e tija. Kjo do të thotë shpirti. Dhe nuk është masandaj shpirti i shenjtë, largohu prej asaj thënie, që akoma sot njerëzit e mbajnë. Është fryma e Atit e veçuar, e shenjtë. Ruha HaKodesh, do thonë nga hebraishtja. Njeriu u bë një shpirt i gjallë me anë të frymës dhe ti mund të bësh një shpirt i gjallë sot. Dëshiron të marrësh frymën e shenjtë? O vllai, ka marrë. E kam bërë. Çfarë ke bërë? Deklarime? Je penduar nga shkelit e ligjit? Ke besuar tek Mesia Jeshua që nuk anullovi atë ligjin në sabatet, festat biblike? Dhe kështu mund të pagëzohesh për të marrë dhuratën e frymës shenjtë. Mënyra si hyn në beslidhje një person me Zotin Jahve për të marrë vulën e emrit të Jahve në ballin tonë. Zbulesa 9 ka disa gjëra që do dalin. Ata demonët që do dalin atë kohë. I kemi folur. Ndoshta i rikthesojmë edhe një herë. Që ti të mos torturohesh në atë ditë. Sepse ata demonë nuk janë, ato entitete që do lëshohen 6 muajt e fundit nuk janë një shaka. Zbulesa 9 dhe Joeli 2 flet haprazi. Duhet të kesh emrin e Zotit Jahve në ballin tënd dhe nuk vjen me deklarim, po vjen me ndalimin e shkelit të ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua që ka ecur në ligjin dhe nuk e anulloi. Dhe kështu ti shkon pagëzohesh tani. Drejtuesi tënd duhet të pagëzohet. Se akoma nuk është skandaluar nga shkelit e ligjit. Normal që këto mësime nuk dëgjohen, sepse me të ardhur ligji për ta nxjerrë pas sjelljen tonë, ne vrapojmë. Po ku vrapoj? Ku do shkosh? Mos ndoshta do fshihet ndonjëri prej nesh nga krijuesi nga ligjdhensi, që do gjykojë sipas veprave që kemi bërë të ligjit apo jo? Që do ta sjellim me birin e tij? Okej. E di që këto mësime nuk fliten. Nuk i ka folur vllai për 8 vjetët e para të shërbesës time, por para 5 vjetësh ndryshuan shumë gjëra që po mundohemi dhe vajtojmë për popullin tim që e dua me gjithë zemër, por nesër kush ka veç do dëgjoj thot vet Bibla. Vet fryma po thret në rrugë thot, në fjalët e urta 1. Po thret. Në çdo cep, në çdo qoshe, portat e qyteteve po thret. Që neve të marrim frymën e shenjtë. Jo sepse unë dola vera, shkova, unë e deklaroj emrin e tij, unë e di u ringjall, po, thon dhe demonët në atë mënyrë. Ka të bëjë me ecje, që ti të mos torturohesh nga këta demonë. Në zbulesa 9 ka në flokë grashë, dhembël luanësh, fytyrë njeriu, me prazmore dhe me çfarë, që janë si kuaj me bishtin e akrepave. Që do shkojnë të torturojnë për 6 muaj, thos zbulesa 9. Ata që nuk kanë vulën e emrit të Zotit Jahve. Çfarë do thotë emri? Autoriteti. I nështrohesh autoritetit të Zotit Jahve. Jo të ati Krishtit falso të 3 mazandaj gjërave që kanë dalë, që nuk ekziston në Bibël. Sepse ajo neoplatonizmi që të kanë dhënë ato filozofit greke dhe filozofit e Pitagorës nga Egjipti, kulti i Dionysus,
Janë implementuar nga i ligu për vite, sepse kanë hequr zyrën e Mesias Jashuas për të thënë që ka një ndërmjetësues dhe ka një Zot që Mesia ka sot, atin e vet, që ne do t'japim llogari siç ai vet Mesia jepte llogari, dhe ai shënovi të lumtë, tha, shërbëtor, dhe unë jam i pëlqyer me ty sepse çfarë? Nuk shkeli ligjin e tia. Ti birim nuk e shkeli ligjin tim, ishe panjolla. Do të lartësoj unë për mbi veprat e duarve të mia, dhe do gëzosh atë kryepriftëri njëre për gjithmonë. Janë folur këto koncepte? Nuk janë folur. Shikoj këto entitete që do hyjnë për shtëpirat në atë 6 mujorshin e fundit të shtrëngimit të madh. Mundimi i madh thash mbrapa derës. Je përgatitur? Ke emrin e Zotit Jahve? Jo, po unë jam jashtë profeti, apostulli, ku vajti bera, unë ndoqa, unë kam hapa ndërtesën. Me çfarë? Me palishmërinë që kemi sot? Kudo? Në çfarë vendi je? Në çfarë vendi je ke palishmërinë e atyre që citojnë emrin dhe nuk do t'ja dinë për festa sabatit një shenjë e beslidhjes së përjetshme për ata që janë në beslidhje. Festat biblike të tëra, të përjetshme, ndërkohë ty të kanë thënë mua më kishte dhënë më përpara. Nuk kam me ligësi të tilla. Nuk kam me gënjeshtra zvon për të ligun ndaj jetës time. Lutem që t'jetë sa më vonë që tani. Ti ta fillosh atë për të qenë masandaj me urtësinë që shkrimin a jep. Dalo së shkelu sabatin. Mblidhu me asamblen tëne. Çfarë na mundon të zbatojmë vullnetin e Zotit Jahve që ka thënë të përjetshëm duke na bërë një me të persona që janë të rilindur në 12 fiset e Izraelit që kanë besuar Mesian Jashuan. Ndërkohë, Satani fokusohet. Shikon, farisejtë, ata anulluan ligjin, ti je me ta, ndërkohë ne zbatojmë ligjin. Ata anulluan ligjin siç ti anullove ligjin. Sepse nuk e mban sabatin, nuk e mban festat biblike, ngrënien paste, nuk do t'ja dish për 5 librat e parë që t'janë pjesë në jetën tënde, integriteti, morali. Të një shoqëri, një individ duhet të ketë në familjen e tij, ligjin e tij të përsosur, jo, e përsosur avhoqë. Kur do pendohemi? Kur do vendosim integritetin në zemrat tona për të ditur që mëkati është shkelja e ligjit, e thotë para Gjoni 3:4. Mëkati është shkelja e ligjit. Jo, vlla, ligji nuk është. Mëkati, jo, lere, nuk është fare. Sot nuk është fare mëkati, prandaj ke ecje të palishmërisë. Dhe masandaj dërgohen në fetë e paqes. The saint, do trukasim duar, the saint. Do jemi jashtë atyre dhe sentve me mikrofonin, me shofarin, me burinë, për të lajmëruar popullin tonë, sepse ajo zyra ime. Nesër. Mos u bëj pjesë, dil prej tyre. Dil prej protestantizmit, vëllamotë shqiptar, me gjithë dashurinë, sepse nuk përben jetën e përjetshme, sepse njeri tha, beso dhe prano dhe hajde këtu dhe lahu. I kemi bërë neve. Mëkati është shkelja e ligjit, ti do të ndalosësh shkelu ligjin e ti sot. Të besosh tek Mesia Jashua, i vërteti që nuk anullovi ligjin, dhe kështu ti merr dhuratën e frymës shenjtë kur shkon pa gëzohesh nën autoritetin e mësimit të Mesias Jashuas. Që ai dha. Ne mësovi ligjin e Izrael, që neve të mos mëkatojmë. Dhe tha që nëse ju zbatoni urdhrimet e atij ligjit. Luka 8:21, Mateu 4:4. Atëre unë mund të ringjall, sepse ato autoritet do ta marr dhe e shënon qelli ati Jahve, ka Mesia do ringjalli. Vazhdojmë. Her pas here, vula në atë ditë, nuk jemi në ato kohë. Shikon çfarë po bëjnë mbretit e dheut. Pushtetarët e dheut. Për atë shtrëngim të madh që po vjen, që bota nuk e ka përjetuar ndonjëherë. Që kur i flas familjarëve të mi, nuk e di a dëgjon ndonjëherë prej tyre. Kur i them për gjërat që do vinë, për këtë 3-5 vjeçarin, që do mblidhet, masandaj një bota do mblidhet për të ngritur një person, një mbret në tërë botën, dhe masandaj do vendosi sistemi. Dil prej tyre, pendo nga shkelit e ligjit, beso tek Mesia Jashua për shpëtimin tënd që ai e dha për jetën tënde, e dha jetën e tij, u sakrifikua, pagovi ai çmimin që ne duhet ta pagunim. Por ne nuk mund të pagojmë, sepse ne jemi të pamundur me çdo lloj immoraliteti, me çdo lloj palishmërie që një person kryen shkelit e ligjit. Por ati Jahve vendosi dashurinë e tij që të nxjerrë njëri nga vdekja
të pavdekshmëria ta veshi një person, që të largohesh nga çdo gjykim që ati do dërgojë për shkak sepse e kanë harruar emrin e tij, kombet për mira vite dhe janë krekosur kundra qellit që ka krijuar gjithçka. Prandaj dalë dhe në këtë rast kurbej dhe dërgoj si shqiptarëve këtu në BC, si në Toronto, si që dërgoj diasporës, për të thënë, vëlla motë shqiptar, duhet të ndalojmë nga shkelit e ligjit, nga urdhrimet e tija, të ndalosëm mëkatuari. Beso tek biri ti që u dha 2000 vjet më përpara dhe u ringjall me fuqinë që ne të kemi gjurmët e tija, të ringjallemi nëse ndalon së shkelu ligjin dhe beson tek Mesia Jashua, ti që je brenda si ungjillor. Sepse ti e qua vete një ungjillor, nuk duhet t'jesh ungjillor, mbam të thati unë, baptist, reformist, ditës së shtatë, Jovaj, mormone, gjëra të tilla, pentakostale, tjerë. Çan ato gjëra? Nuk janë në Bibël. I ka krijuar njeriu për na ndarë, për na përçarë. Ndërkohë ligji është një, pagëzimi është një, besimi është një, urdhërimet e tija janë një, ati është një i vetëm dhe biri tija është një që është një njëjtë në harmoni me atin, në një mendje, në një qëllim. Prandaj tha, ne Gjoni 17 si tha, lutem o ati im tha, lutem tha, që dhe këta tha të jenë në një harmoni, në një mendje, të kena të miqësinë tha, si që unë edhe ti tha, kemi zemrën të njëjtën, sepse unë shikoj planin tënd, shikoj ti çfarë bën, unë dëgjoj prej teje, fjalën e marr prej teje, kam urdhrimet e ligjit tënd të mos mëkatoj, dhe kështu ata mund të veçohen, dhe kështu ata të mos mëkatojnë, mos shkelin ligjin tënd, që unë të ringjall. Vula, mua më vjen çudi kur unë shikoj zbulesën e të. Një person që shkel ligjin, sabatin, nuk do t'ja di për ngrenjen pastër, nuk do t'ja di për Levitikun 11, nuk do t'ja di për urdhrimet, frestat biblike që ati i mban në qell sot e kësaj dite. Një person që shkel ligjin e tij e para Gjoni 3:4, mos ndoshta ka vullën, ti e ke vullën e Zotit Jahwe, që do thotë nënshtrohesh urdhërimeve të tija. O numa fjala, i nështrohesh autoritetit. Ti vlla në Vlorë, në Tiranë, në Korçë, në Pogradec, në Shkodër, në Durrës, kudo që je. Ka fajin vlla Urgeri. Janë vetëm tabela për të drejtuar, mos shko në liçen e zjarrit duke shkelur ligjin. O vlla besova, unë e kam në zemër, mos shkel ligjin e tija, sepse demonët besojnë, këta demonë besojnë. Po nuk zbatojnë urdhrat e atit. Në atë ditë do të zbatojnë, sepse do lihen. Do lihen. Zbulesa 14, 11, 12 flet për urdhrimet e ligjit dhe besim tek Jashua Mesia, që reziston në atë ditë dhe këta demonë nuk kojnë kundra atyre të veçuarve në atë ditë që kanë ligjin dhe besimin. Bëj urtë. Ato urtësi, Jahwe e zotëroj që në fillim të rrugës së tij, përpara veprave të tij më të lashta, u vendosa thot nga përjetësia, urtësia, ligji i tij, në fillim para se të ekzistonte toka. Para se të ekzistonte toka, do të ishte një urtësi, një mendje inteligjente që ai më së ndaj do krijonte, që e krijovin urtësinë e tij. Unë urtësia isha me Zotin Jahwe në fillim, nga ana e personifikimit. Fjala, urdhrimet, ligji i tij dhe jo persona të vetëdijshëm janë personifikime të atributeve të Zotit Jahwe, të Atit, që Zoti mund të ketë atributet e tij vetëm dhe atributet e tij nuk janë persona të vetëdijshëm. Janë kualitetet, atributet, sjellja e tij. Janë tiparet e tij. Përbëjnë qenin e tij. Por jo persona të vetëdijshëm, nuk janë atributet. Persona të vetëdijshëm. Koncepti i para ekzistencës së Mesias nuk përshtatet me asnjë nga një mendje racionale ku na paraqitet nga gjenealogjia e Mateut 1. Një person fillon të ekzistojë kur ai del nga barku i trasti një nene, fillon të jetë. Përse nuk thoshte? Po t'ishte më përpara, përse do të vinte në barkun e Miriam? Vëllezër, unë ja ku jam, u sheva në mali, tani ja ku jam, më shikoni, si që beri, gjon pak zori.
ishte në mendje, në planin, në vullnetin, në zemrën e Atit, ishte e fshehur para fillimit të botës, para ekzistencës së botës, që do shfaqeshe, Hebrejnë të 1, në kohët e fundit. Një person nuk mund të ekzistojë në gjendjen e tij të vetëdijshme dhe pastaj të ketë një status apo të gjenologjisë që Jashua Mesia Krishti pati dhe u shpall, që ishte biri i Davidit. Nëse ai ka ekzistuar më përpara në gjendjen e tij të vetëdijshme si sot pretendohet, është thjesht një kuptim logjik që ne mund të marrim, se nëse një person ka ekzistuar më përpara në ekzistencën e tij të ndërgjegjshme, ky aspekt nuk përcakton atë si pasardhës të Davidit. Analogjikshme. Më përtepër kalimi nga një gjendje të përjetshme që një entitet i përjetshëm para themelimit të botës, nga përjetësia, përse masandaj çube e la përjetësinë, u bë i vdekshëm pa për ta marrë dhe njëherë. Para ekzistenca që në këtë rast thonë themelet, para themeleve të tokës në gjendjen e tij të përjetshme, dhe më vonë vjen në atë të dytën të vdekshme, është vetë një imagjinatë. Ndërkohë ai u konceptua në barkun e Miriam nga fryma e shenjtë e Atit Yahweh, në Miriam që ishte e virgjër. Sepse fryma krijon, siç e prekëm deri tani, nga hiçi. Ku shkoi trupi i parë? Çfarë ndodhi me të parin? A nuk mund të ishte të rast profetizuar të shfaqej drejt për drejt, meqense sa duke ekzistonte në një trup, në një gjegje, në këtë rast në mendjen e tij koshente më përpara, ndërkohë ai konceptua në barkun e Miriam 2000 vjet e kaluar. Të dy këto ide janë të palogjikshme dhe të papajtueshme, veçanërisht në realitetin ebrej që apostujt njinin dhe të tjerët ishin shumë të njohur për këtë çështje që si urtësia, fjala e Atit Yahweh u manifestua në trup njeriu, në mes nesh, sjellja e Atit, me anë të birit të tij, Mesias vet, dhe e mësoi atë fjalë të përsosur, ligjin e Zotit Yahweh, siç thotë Luka 8:21, Psalmi 19:7, Psalmi 119:1. Dhe fjala Logos, dëbar në dhjetën e vjetër, Logos është për dhjetën e re. Dhe fjala Logos u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne e soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetlindurit, e vetlindurit prej Atit, plot hir dhe të vërtetë. Plot hir dhe të vërtetë. Më lejo të sjell një varg tjetër. Sepse kemi një tjetër aspekt që flet për më fal një moment. Kemi aspektin tjetër që i përket hir mbi hir. Është një varg shumë i fuqishëm që unë lutem Atit në vargu 16, okej, vargu 16. Ja më lejo, ndoshta do ta kem këtu sekundi. Po, e kam, lavdia emrit të tia. Le ta shikojmë sepse sa gjëra janë folur, janë bërë, janë thënë keq trajtuar shkrimi në disa fjalë të vetme që na kanë lënë në mënyra tilla. Që mjafton të shikosh disa evidenca, shikon që personat kishin një lloj perceptimi vetjak të disa çështjeve, për disa ndarje, quhen dispensime, që nuk do të jenë në jetën tënde, dhe merret me njëherë masandaj vjen ato gjëra që nuk do të bëhen. Gjoni 16 dhe 17. Gjoni 16-17. Dhe ne e morëm, vazhdon. Dhe ne e morëm prej mbushëllisë së tij. Si morën? Hir mbi hir. Lavdi emrit të tij. Sepse çfarë? Ligji u dha nëpërmjet Moshe. Hiri dhe vërteta erdhe nëpërmjet Jashua Mesias. Ke dy hire këtuja të dhëna që ti dhe unë kemi nevojë në jetën tonë dhe asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ka vendosur një fjalë këtuja. Një fjalë që nuk duhet të jetë, por, nga është kjo fjala por? Ç'në këto fjalë? Por, sepse bën atë kundërtimin. Po erdhi një gjë, ajo nuk është me, por tani kemi këtë dhe vazhdojmë të shkelim ligjin që Ati dha Moshe.
Që ishte ligji I tia. Unë e zërën bak. Hiri parë, urdhërimet e tia. Nuk ishte ardhur akoma Mesia. Hiri parë, urdhërimet të dim si të ecim, kemi kufin të jetës tonë. Por, mbaj urdhërimet të shpëtojnë në ringjalljen, çdo njeri do vdesë. Të duhet një person të ringjalli, Mesia Jashua. Po ligji është I vërtetë, dhe Mesia është I vërteti, prej të vërtetit, prej frymës së vërtetë, prej ringjalljes së vërtetë. Prandaj këto fjalë janë shtuar për të vënë demonizmi ndaj ligjit të Atit. Në kohë thot, hir mbi hir. Nuk tha që hiri I parë u anullua dhe erdhi ky. Shikoj fjalën e shtuar. Përse kemi fjalët të shtuar këtu në Gjoni 1:17? Përse janë këto nga anglishtja B? Por ku është fjala origjinale e greqisë këtu? Nuk ka. Përse shtohen fjala të tilla? O, dita e parë, fjala ditë e shtuar. Ditë? Përse shtohen gjëra të tilla? Nga persona të kaluan masandaj. Duke thënë, jo kjo, këto janë festat e atyre. Ndërkohë nuk ka një gjë të tillë në shkrimin nga origjinale. Përse ai ku merr disa pozicione autoritete vetjake që këto janë interpretimet vetjake masandaj që ne duhet të largohemi, jo për asaj që lexon dhe shikon, sepse ke hir mbi hir. Okay, nuk më duhet më hiqe ligjin, ec në palishmëri. Ec në palishmëri. Eqim. Por nga që nuk të matit, ti duhet të mësosh në shkrimin, në ligjin e profetët që të kuptosh që dhjata e re mund të interpretohet vetëse duke ditur themelet. Por ne kemi fillon e Mateu, jo, mos fillon e Mateu, fillon e Zanafila, për të kuptuar Mateun dhe për tej, sepse ai drejtues që do mbaj, masandaj ditën e veçuar në ditën e Sabatit, ai person do të mësojë ndërthurjen e mirë, me Zanafilën, masandaj me Gjonin, me masandaj ligjin, me letrat dhe me çdo sjellje që Mesia praktikoi nga Zanafila deri tek zbulesa. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Mësimi yt është një llambë për këmbët e mia dritë, për shtegu